Mirë mbrëma popull, se deshti me nisë këpo ja zonë arena. Mirë mbrëma popull, emisioni 57. Nuk lëshën arena. I 57 për duken ton, sonte është kujdes butiku Rina Klasik që gjendet në qendrën Mavrova, si këtu kojshi poshtë. Do më thonë veç, shkoni atë të Bardnatoria gjeni, të Burektoria dhe Bardnatoria, shka thashëm të Burektoria. Të Burektoria, pa. Emisioni 57, na po nisëm me jetonin peninjë, si tha papgjësh, tha shujth, masë more grota, po penisi traktorin, tha. Se po të një në algë. Se du të me pas kujdes në mënyra që artikulan fjalin, me gjitha të mirë mrama, mi që mi kesha, u rikëtujmë prapë në emisionin tonë të radhës. I 57, ja ta kom hek. Pse? S'po du se sonte s'po du vitri. Që t'jam lërim pak, a divish pak, sa si ka qef, kë një 3 sekunda, që t'ja? Dhe leme numër... Jo, mërë së shumë me ziza, pa Pa lete. lebe numër më zbaj. A pajtojnë një publik që janë shumë me ziza. Jo, vëse le se kjo... Qërë, shumë ziza. Ja, qështë. Jo. Më zgaba me, mëse të bom që të vëllaj, boa gjoku, dhe ngutë minit, se nuk t'ala me hik. Lëshëja blerim, lëshëja pak atë kongën, pak se nuk ka një alon rënd. Që shërët puna neve shqiptare, për një plesht e kolëm jargonin. Lëshëja blerim, lëshëja kongën blerim. Dhe gjusë si ras Fadil. Ja, ma. Po. Jo, publik. Konga është pak si ndrapshë, mësë me nësë të morën me. Do marë këmë bo me qëllim pak e rivers, të një apet. Heqe vend. Det bjen vend. Nusët e sot. Ka propos kjo. Ka propos. Në që mi kesh atë këthejemi në seriositet, sepse... Qërë seriositeti mëra e poshka vajges, sepse vajza cila e pot nuk e as pak serioze, edhe shpresoj që dasmat e tila mos të shohin. Unë menoj që i blerim në kryke. Tjetë dasma e fundit, kështu që... Vajza e kryke perfekt punën e vetë, kështu që mos ja lefojnë asaj. Vajza... Më të vli që goja në e ke pa jeton. Mirë se erdhët në emisioni ma që ku në vend. Kjo është emisioni i 57. Në këtë emision shqyëzër rastin mi falenderu të gjithë, audiencën, publikun, Pa tjetër, blerim në alendash në pauzë për mas prapa vinë. Vazhdo jeton. Të cilët kanë bo të mundur dhe vazhdimisht e bojnë të mundur me e bokit emision të mirë, e matë mirë, edhe me shfrytzu rastin me falenderu dhe mikun të Fatin Veselin, i cili bashkë me mu për 57 javë e kemi bo edhe po vazhdojmë të bëjmë këtë emision. Borë, shi, pa hongër, pa pi. Po për te i kësaj, sakrificat, audiencës as pak nuk ju interesojnë edhe nuk duhet më ju interesu. Ne e kemi marë panajdhon kush obligim këtë punë, me bo diçka pak ma ndryshe edhe me i trajtu fenomenet e cilat në rrethojnë në jetën tonë. Duke e bo një përzirjet e materialeve dhe nga ngjarjet aktuale në vend, po edhe nga fenomenet që ndodhin në botë, ne po besoj që po jem goxha të pëlqym të publiku, kështu që shoku Fadil diçka dul, nuk e di për çfarë arsye. Dul me vllavo, do të kjo emision a joni i dëve ave që joti? Jo, në fakt emisioni është veç joti. Nuk jam të të marrë. Emisioni Nuk jam të të marrë, vëllai. Nuk jam të marrë, blerim. Thoj be trauko me vllavo, bëj trauko thoj. Blerim të dim. Blerim. Kur po thot trauko taja, ona kë? Nuk për të gjej. Trifa. Të përrim. Po neve në këshirë në qëtë të nejtë se thoi shka po ndodhë masa nej. Shka po ndodhë. Do, një qa është dhe sigur, sepse këma qelë gëverë, kjo shejtane. Kjo emision është vërtet jo konvencional dhe ka njëherë dhe vetë surprizohna me ngjarjet. Në ngjarjet që ndodhin në emision. Që ndodhin brenda për brenda deri sa vetë i përgatizëm. Ama, din qka, se materiali që vjen
në vazhdim. Të lirim shku. Ja, nga, materiali që vjen në vazhdim, ka të baj pikrish me qëta, me surprizat. Nas di nas me bo surprizat, kur gjë, qëre bota, për shembull që i ban surpriz, kur vjen pushtari për ushtrisë, kurse ka pon nonën, babën të gjithë, e bojnë pak ma interesant, blerim Shumë interesant e bojnë të na diqysh del një konot me një sandalë të ngre. A veç më jetë mojnë problem blerima, ka problem televizori. Ja, s'ka problem televizori, po do sene përshkujnë me të ngjëfshëm. Që të më dhe njërë problem për i natë, blerim? Ish ma plas zeme. Shumë bukur për dogna. Preke... Gjosh Kluni, kër i ka pas 6 muaj. Gjosh Kluni i Qajirit. E kam përësit Gjosh Kluni Në temo! që këtë ju ka dollë. Gjosh Kluni i AliExpressit. Blerim, a i ke po ato në gjarjet, se nga me qëllim i bojnë nga blerim këtu, edhe popullim i dashër edhe publik, i bojnë nga këtu, i kthejnë edhe materiale që veç janë pa në për internet, po na dalëm dikon, dhe man, kur ta këqysh, dikon e kena lidh, Dikon e kena qitë në asynin, pa e njeko materiale? E ndjekum pak. Po më ne qytë janë njës me ikna, po t'ju flugum. E ndjek materiale. Në shumë blerim që ato takimet që shgonë që... I gjirojnë, i jetan të manë e mojnë edhe si kujtenë edhe që. Dhe që dina dhe më kësuve. E ki thot të manë, asë një video s'kejnë atë që të si dalim në emision. Na dhe më kësuve të shpia, na thojnë më zë farës të delit me. Po, unë krumë atë unë dhe ti më rrej me dikanë. Po. Që, ushtari. Dhe ka vletë të lule. Pa që i bjen të fik. Lejë mërim që ashtu ditë kryet me komentojnë, jetan. Do ma detajet me ndërtoj njëtën, senet e vogla. Që shkanë atë të pilarja. Për shembull, jo sikur materiali që vjen në vazhdim, na e kena lavdru shumë Japoninë. Pa. Edhe Japonia, një japonez e kish bo një gabim. Ja, shtim japonez. Njën e pjatin japonezve, atë që ka vendos që aja është fajtora, po, që është gjithka. Derim, gjithë e minjerë materialin e japonezit. E le dhe të të dhe. Jo, ka drejt blerimi, më falë, blerim. Ja, po, sakt. Japonezi po vika ma vonë jetën. Ma vonë, po gutesh. Po gutesh. Në një studio televizive. Jam falë, sepse dohet, onë mi thonë të drejten, kështu kur jam vetë dhe sari shok këto videot dhe kryesisht janë video që ndodhin në Amerikë. Janë shumë të predispozum për me kriju kësi situata edhe sari shok e zo vetin të kojtë. Po, se të qysh. Nashta me kalimin e vite, mosha, mosha, pak vjen njëri ljotishtë. pak mas sentimentale. Pa dhe zyma dhe ke sëm për të ngoj se... A dhe zyma dhe ke qërda? Zyma dhe ke sëm për të ngoj, thajke se kur për recitan ato më dojnë Da, mirë, bro. Këshore? Per me u këthy, a këthejëm të budaloku jonë? Po, këthejëm të budaloku jonë edhe të ajo ngjarja televizive që këtë ditë ka ban buj në internet, në emision drejt për drejt njëni ja shiloj. Po, bre... Ja shiloj në njënit. Ama, që t'jemi të sinqerë. One, jo për të arsytu ato, sepse a e bone veprimin, a bline bone qka bone, shau, qëta shëngojnë. Po, kjo qika me ki djare. Mas, regjia, vdin. Po, leve më të qatë jepi e shpashtë. Po, leve të shohan që të hajtë na i shikus. Po, jo me po shojtë, a vdin. Po, na i shikus. Shojnë fëmija në shkollë, shojnë mësusi, shohat me nëzoncin, boba e shojnë qiken, qika e shojnë bobën, djole e shojnë nonën e shojnë... Në më thonë, këtu ka hu për e një bo. Live. A i në live për me? A live i me, ti, banë share Facebook, banë like, edhe ngoni. Primega, mos të të një be me ba like emisionin tonë, se sen zbatë, edhe nëse të bërtet partia, se i po djemë një interesant, be përgojnë emisionin, pëse mësë mja ba like. Nga be heqë mëse ba like, vishë knasë të kishtë rajtë. Mirë, me këqyrë që të po, se s'gëzat, se na i kena numrat që... Pas këpë këgjeni ba like. Heqë mësë ba like, veç rek, veç këshëre edhe knasë. A di bo death. Devo, a shkojna me materialin? Po shkojna në studio, shka ka ndodhë, jo në studion tonë, po me një studio televizive. Ja, studion tonë, ja.
shumë për pjesëmarrjen, po ju kursej për momentin. Ala Sheshelit. Da, qift në orën shesh. Ju lutem, regjia, ju lutem, dikoni. Çka me derim diko. Po Blerim, kallëzëm që shtu me të ndodhë, qysh mund është me ndiku, Blerim? Po ju kursej I për të kanë momentin. ndikon Blerimi. Da, qift në orën shesh. Unë zin mal pak. Po, kanë mujt një analë bre, veç nalja Skype-in, që gjyra dorën, veç nalja Skype-in. Që për shemë allonë jetonin, mujt me nalë, që hajde Blerim, hiqe? Se. Hiqe jetonin? Se. Që? Këthem? Që? A më shë, hej, ku me bojnë në zhjë, Ja, bojnë. Nëse shtin dorën kodër tem. Edhe e bojnë edhe për audiencë, për audiencë. Thu që ja qeli në gjak. Po kur gjove si tha, e vishtan, më duket i kanë etiketua djallin një shka, po, shka në gjarja? Për te i kësaj, Shpikone pak, shka në gjarja, se s'jam shumë informon. Për te i kësaj, kjo zotriu në fjallë, na shta Blerimi, deri sot flasën e mund me sërqiratë dhe më të regu emrin, se nuk e pas në shkrujt, është një gazetar që vjen diku nga Lugina Presheves edhe është inkuadru live në emisionin Kosova Today, edhe në ndërkohë në muhabet e sipër gazetari Gaxheri e provokon i thëtë të fala bënit Sheshelit. Diku të kjo video, nashta dhe se kemi dërgu të regjia, është një fotografi diku në arhiva. Jo, është Blerim, banë në fund screen, shohet njëtin material pa zonë se është nanën e majtë është ta ideali, po ndoshta kur hinin E kocë. mirë shumë, po bën me nxerr, në qoftë se veç ka mundësi. Po, besoj që ka. Qatë njëtin material Nuk i banë në jena fund për screen. ngutë si kur ata, na, kështu që... Na, ke mba, kësa dush, Blerim. Edhe e ka bo ai diku në një aktivitet, një fotografi. Që fotografia ku është tonë? Dhe më thonë e pas ka emrin në gjatë Veluri. Në gjatë Veluri. E ka bo një fotografi Me Shesheli. Unë i do të drejt vetës me quajt me kriminelin Vojislav Sheshel. Edhe mas nej në ndërkohë, kë në opinion edhe në publik, kështu shtirët goxha patriot. Po që ka lidhje nëse ka dalë me Sheshelin, asë mund me kanë patriota? Hala, me vazhdu me qenë patriot. Jo, unë e menaj që me armikun të cilin u konë pjesë e krimeve, propagandës, krimeve direkte në luftën e punët, menaj që nuk duhet të kishte pas, edhe nuk duhet ta llogarit të si vlerë, po ta kishte në sirtarin e ti një fotografi me një kriminal që është Shesheli, që është i dëshmuar nga Tribunali i Hagës për ish Jugosllavisi i dënuar për krime lufte. Blerim, me bë me lanë këto, do më thonë, qëtu e len, edhe i thu urna jetën, këtë derin sabat që si tema të Sheshelja i ke. Jo. Ta është mesina të Presheva, seriosisht, se po du me të pytë. Po. A ka pas në televizje në i sen këtë ditë për shteteve, a i lam krejt, se jam për ditë ka me ta bo këtë pytje, sërë zateti. A i lam krejt Luginën, a e lam? Në fakt... A e lam, kështu, thamë. Në fakt, pjesa e popullatës në Lugin, ata të cilë nuk janë prezent në media, e jo për t'ju dhonë të drejt atyre pëse si janë prezent në media, janë pjesa e mirë, e njerëzve që jetojnë në ato troje. A i lam na? Jo pse këta që dalin në televizion janë të këqi. Por që ne e dim, bët neshën në për periuda, kështu adin, dina ka pak mu shite, dina ka pak mu ble, edhe ma e kthejna interesin kombëtar në interesin Duhen rrotronin këtij individual. popullit. E vërtet. Dhe kjo është... Unë e pata pytje na i harum na si shtete Luginën, sepse këtë pytje do të baj gjdo emision o gjdo që të mbjen men për... Deri son nuk ka diçka konkrete. A i lam, a kanë shkua, ja kanë quna i para, kanë marrë në i veprima, kanë... Duket ka pas një takim mu bëhe së është realizu. O zotëri, pa ata dojnë mu hangër misht me zveti. O Rame!
o lol, o bufi, o mufi. Rame, o plumi, ti në ti gjumin të pallati im, aty poshtë dhe bizimet të vjetë, o Rame. Mbete të pallati, sa mbete si shofer, o vla, si... Po, ku i ke shkojtë, o Rame. Popullimi dashur në Shqipëri janë edhe pak në maj, me 11 maj. Qështë dhe kësa të latë roki, 11-12 që të vjen vakti janë zgjedhjet edhe atje po bëhet shumë interesant. Ne do t'ja dedikojmë një emision këtyne videove o Rame, o që Rame e kanë zgjedh, Edi Rama është kopil, të më thonë e ka zgjedh një formë, ti është zakonshëm kryeministri jonë. E kena të mirë nga që ta kopil, kur dojnë me Jo, për të mirë e thashë, Edi mos të nene. Kopil është për në me është... Jo, për kopil për gjënshëri. Edi mësë mërë sërëzishti. Kur dojnë me tonë dikujna, kisha adin ti e i mesme, theu që jemi, a me bo mirë, tha lupë. Ja, di qka... Veç këtë e sheti u qunë kom broma. Ndëgjam. Qëra që bëtanë? Ngam. Shqip, ngam. Mas mirë. Edi Rama e ban pjarin të hatashëm edhe ka desht me ngrit lullin pak edhe me shef Sali Berishën prej këtyne rjetëve sociale se ai edhe vërtet e ka arrit. Pa e ka arrit, doktori vish në balkonrin, boni jelshove të Facebookin që ditë në gatrin. Ja, po tash është i lirë, tash ka dalë, po ja kam shirë Facebook, atë TikTokun. Me VPN, me VPN. A, ka ndru... Hinë me VPN. Doktor Trivje Burshka. Apo ta merë menja që jenë bulun. Trektor VPN-sh. VPN-sh, shumë po shqit një VPN-ja, jo, 100% i këshirë i qmime. Apo ta merë menja që jenë bulun pak me këtë shtosin. O, e mbulun pa, disë materialin e gjena. A ti më da kalëzu sa minuta e shku vish po më interesant se, dhe më thonë... Koku. Ka përcej japonezin hisë që këna me lëshu. Jo. Mos mangos japonezin. Lëshu shpejt japonezin blerim. Mos mangos japonezin. Se më jetone e ka për qep. Hajde. Pa zakon të ditës, një japonez që i ka kaluar 26 vjetë në burg, do të kompenzohet me 1,25 milion dolar, pasi u vërtetuar se dënimi i tij ishte i gabuar. Ifao Hakamata, 89 vjeçar, u shpall fajtor në vitin 1968 për vrasjen e shefit të tij, gruas së shefit dhe 2 fëmijëve të tyre, por ishte liruar pasi gjykimit, ka raportuar BBC. Avokatët e Hakamatas kishin kërkuar kompensimin më të lartë të mundshëm, duke argumentuar se 46 vjetët e paraburgimit e bën atë personin më të dënuar ndonjëherë, ndërsa ndikuan edhe në shëndetin mendor. Gjyqtari Kuni Koshi, i cili e pranoi kërkesën të hënën, pranoi se i dënuari kishte pësuar dhimbje jashtëzakonisht të rënda mendore dhe fizike. Qeveria japoneze do të paguajë kompensimin financiar ndaj 89 vjeçarit, duke u konsideruar si kompensimi më i madh ndonjëherë. Kjo son rregull. Okej, sa në rregull. Që shpejt më Jo, unë vish një qika. Mos se më e harroj. Po. Këto bile e kanë shtinë burg, gabim e kanë shti, tash e kompenzojnë. Prej me e kanë bje këtë se ndodhin si raste, këtë të nabe vlasë në burg, do të pishtin asë në burg, ose pishtin që këneje për doli që ne ka struga, e për lypin transfer, nohër, do për ikin, hysë për inë burg. Hysin. Për vjellë në orë dhe për ikin. Hakamata i gëzoftu 145 milion, po vjeti këshin shku, e po ta të regoj një Barcelet shpejt, dikone Turqi, kish pas lujt një Turk, loto gjatë gjithë jetës e ti. Edhe dikone moshën 80 vjeqare, a diçka i bjen, loto. E kapi. Tang e kapi, edhe bëj ke njeri. Qa ty që i shkonë? Që i shkonë? Që i të dha dore në kryo me nejke. Me në turke, gja me bu, da. U që ta i boni dhe qenefa publik. Tha, me nërjuve, tha, si kom fitu kur im koni ri, që ta është ta kejtë Turqia, në ta do të pëshurë. Edhe dhinë Kështu ta. Hakamata, Hakamata, 1 miliard dhe 455 O të ti merë sa do lajnë po vishë të të shtinë të nabe të shtinë burg. O shtini burg edhe me gabim. Hakamata pyt dhash zotë i shëndet. Be më bonin njere dhe Hakamata që zajtë ka shmija pas gjithët kur që s'ka ndryshu, tha heq. Be më bonin një apëne, e kam një apëne, shtu. A me shem merim s'gëzën me folë kërë përmeni burgin, kur përmeni që këta tonë di kanë me marrë me shtinë burg, qoftë edhe me gabim. Ani letë në marim parat, mas një 20 vjetë. O jo, shumë u vadil se të kumë kalëdzu edhe njëherë për ta përseres, jo ty për publikut.
Vendet e vogla, Mazhdenia Veriut, Kosova, na jena në burg. Azërje. I vogël, burg i vogël. Burg i vogël. Burg ama jena liri ka pak me marrë frim. Po ka pak me blena e uja, na i sen mas iftarit në dhe qaq. Shkojna me sponsorin tonë zyrtar i cili prej ditës parë ka qëndruar me ne e aja është Emel i cili gjendet në Tetov përballë shkollës Liria. Në ma e gjeni në Instagram dhe në Facebook me emrin Emel Magic Carpets, ka mbi 600 llojet e tepihave. E kemi cek që Emeli e ka ekipin e profesionalizuar për matjen, prerjen, qepjen, si pas nevojës të dizajneve. E kom thonë në reklamat tjera që mund të kontaktoni edhe nëse jeni në Gërbet, të zgjidhni tepijat në online, të konsultoni me ata, ja vjepni qelsin, shkojnë, e rregullojnë, e bajnë, e kryjnë krejt shtëpin kur të vini ju, kamën e kinë zetë. Po, me që jemi të reklamat, unë e kam edhe një reklam, Koronadent në Prishtinë, aty ku bëhen dhemt ashtu qysh ju doni, edhe qysh keni qef, veç shkoni dhe në Prishtinë, në Dardani, e keni te, si që pishehni, dhe të gjitha bizneset që e shohin Alsatin në Kosovë, ne i ftojmë të reklamojnë në televizionin Alsat, në të gjitha emisionet brenda për brenda shtëpisë sonë. Qështë e? Flok, edhe flok. Ti mjellëm ti qaj, veç me stani. Edhe flokët kanë më bo, kështu që me që jetë e Kosova... Hajde shkojna me që veni maj lumëtur në Etiopi. Shki qka, vlo, ketë lumëtur, ketë në Qyre, qyre. Kanë në 1 kilogrami specav, 4 euro. Shka ka lidhje. 4 euro, Do t'jesh i lumëtur. ma shtrajt speci se mishe. Pa ne kur ta përgjit qatë Nuk speci. vëzë, e te këthen pak rrytë kështë pak. Edhe lëshën pak, kling, Allah, ndur. Ani tash po vjen të zeku, alshu, Se jem shumë vonë, pa Shka lidhje bojna part 1, part 2, 57 herë gjys, 57. Është ditur si shteti më i lumtur në rajon duke lënë pas dhe Shqipërinë, një kontrast ky i fortë mes dy vendeve që ndajnë të njëjtën gjuhë, kulturë dhe tradita. Raporti më i fundit i OKB-s për lumturinë tregon se Shqipëria renditet e 89 nga 140 vendet të përfshira në këtë studim, ndërsa Kosova ngjitet shumë lart në vendin e 29 në botë dhe e 18-ta në Evropë. Edhe pse shqiptarët kanë të ardhura mesatare më të larta se kosovarët, kjo nuk i bën ata më të lumtur. Përkundrazi, Shqipëria renditet ndër vendet më të palumtura në Evropë, duke lënë pas vetëm Turqinë. Faktorë si bujaria, solidariteti qytetar, ndjenja e lirisë dhe perceptimi ndaj korrupsionit kanë rezultuar vendimtare për mirëqenien emocionale të qytetarëve. Kosova për shembull është ndër vendet më bujare në botë dhe qytetarët e saj ndjehen më të lirë dhe më të mbështetur nga komuniteti. Ndërsa në Shqipëri perceptimi i mbështetjes sociale është jo vetëm i ulët, por madje edhe negativ. Ky kontrast tregon qartë se lumturia nuk matet nga xhepat, por me ndjenjën e përkatësisë, mbështetjes dhe marrëdhënieve njerëzore në një shoqëri kolektive. Po ju çfarë mendoni? Djalo janë rritë specat. Specat. Janë rritë specat. Jo, na, në gomë, masi jena të lumëturia këtu, në kinë hala ma shumë ishin në lumëturu edhe përshpejtojna pak Po situatën. përshpejtojnë avi që një qënë me thonë për Shqipërinë. Qefi tina ame, Po nga mbre një dronë. qefi tina ame ja dhonë anë i dorë. Jo, S'ka me sha, u të qifë që në, jo. Dale me taj. Fala që shilë, ngam qëre pa dil. Pse për një menë Shqipëni jënë palumë të qita nuk e di. Me deti, me turizm veror, me turizm malor, Me turizm në tëksor. Në tëksor, me krejt senet e mundshme në zetë, mirë, banorë të marohet, gjithë shka. Ap, urdhë? Vitamina D. Kja u ka i mënan. Pse e kanë tonë këtë cikletën nuk e di. Na as kim deti, as kur... Qatë? Po të jep Edhe pej. shpecat në kanë bo katërmor kapet. Shumë të rëqartë, na i ka cu zoti. Hajde, Do më shkojmë, tranu shkojmë. blest prej lëmëtërisë, më kinë këqyrë në dalimin e njënët që kishë bënë një operacion se lidhjet. Si ata që kanë bo në fëminë në Turqi. Ku më kam bo? Ja, të e lanë krejt e bojna që do më dhamë, po dikush që e banë në Turqi, ja, vedin. Ti tash me su keq kupta në Po fjallë. dhe mos më nëzirë në pikën Ska lidhja është në Kina, ku është qëre plak ishke ka ba veti, të ne bili kërë këm pa video më blerim në shohë se marrëm vesh,
Ku në kumenu që ky po është a boba i këtina, në fakt ky veta. A përdin, edhe anë po thot, hajdi bani operacion, e këna ngrej lëkurën, e këna bo perfekt. Blerim, mes ma le shumë se dhe anë të më gërdit, se do pun, diqysh kër të plakët për njeri ka hije, do dhe mjekra dhe aja kja, Shkon të shtëpia e haqeni i shtëpis. Jo nuk e një kërkush, ja i mshojnë bejsbol, a i di shka Ka të rëndësishëm. qeni, kajon, za ju mëso me zëre të rëdhë. Një plak i joni këtë në Maqedoni cili merret me politikë, Arben Taravari, e tash jeton tash situata pak me Arben Taravari. jo, qënë tash vleni ka njësë zgjedhjet lokale në Maqedoni do ndodhin së shpejti dhe vleni po tenton që me dal si koalicioni përbashkët, që ka qenë në zgjedhje nacionale me shkollën në zgjedhjet lokale. Arben Taravari qysha kontonajt, vish ka thonë i du 40% deputetve, po në kandidatve për të komunas. Që i bjen 40%. Po, ka propost këtë. Dhe a i menon që 40% i opozitës që tash është në pozit, Janë ketina. Ose i takojnë ati. Edhe ja ka njës do kacafytje, do mledhje, pas pëtregojnë bashkë, ja po thoi njëna të ushty, do kemi këto ditë. I zeti është. Ashka është a i zeti. Jo, Taravari, ka zatet shora ngush, se i zeti, havat pasuli, ka i gjë skokre. Lëshull, shka në thonë presko më Nuk është taj si zjatin sela. Ja, mja marrë vullat, e me ti marrë vullat e Ja, zatri, te ajtë qëta sheshe, qështë je? merë vullat. Jemi në komunikim të vazhdueshëm, jemi në duke komunikuar dhe duke u pregaditur për zgjedhjet lokale, kështu që mendoj se së shpejti do të dalim dhe do t'i tregojmë qëndrimet tonë. Në që e përshë që sështë e vërtet. Që po thot, vleni të garoj me Unë listat kam thënë veçma. shpesh, sa më shumë unë kam insistuar në negociata që të kemi listë veçantë si Aleancë për Shqiptarët, po edhe partitë tjera, sepse motivojmë shumë më shumë njerëz të jenë të angazhuar për zgjedhjet lokale. Valla e dëshim për më duke që ka Jemi në Ky vula si ka marrë. Ky s'ka vula, ky s'ka parti. Blerima, Ky s'ka partia, po Blerim? vullet e ka marrë zjatin sela. Po, që e vërteta. Po, do më kjo është në vlen, Ja, qështë e këta është ne garojmë? si grup qytetarë, njëherë tjeri ta bajnë parti. Volgënamen të Leoncës. Po tash, a di be qysh ka ndodhë këtu se Taravar, historikisht. veç ka dalë. Se historikisht i ka të Ty i tregoj. gaz, ty alë. PDSH, ja. A, më BDI është kjo... Okej, të visetime, se në... Okej, e deshta mi kalëzuje tuni që përshana la konë... Djallë e kitë Vogël, rogën, e kitë vogël, numrin e votuzve, e kitë vogël, duhet mi mbledh... Gom, Qa ke jeta, shubes të? lele, Për e qysh lele? Këto ditë e ka Po marrë. së është lele? o, këto ditë e ka marrë... Këto ditë e ka marrë... Ej, Blerim, sërëzisht e kam që djallin për emisionit tjetër, kena me da emisionin. Që, me tulla. Unë anej, tin në thonë Më në përse e të qa për shkrur? E lele. Jo, lele, ka qure lele. Këto ditë e ka mush rjetin aja torta me 15% për shtritimin e rrymës, që ashta deshte me të thonë lele me se zbulloset, nëse kështë tha torta në krejt e këshin ditë. Hajde. Në shumë, Blerim, se më shtini me kalë cukre në gjarin, aji. Kjo është si kur do që... Kapin për gure. Prit, Blerim, mësë lësha. Mësë Si lësha. njani tha, a e ke pa atë filmin që i më shënej se zokja asaj grusë shëplak. Edhe në fund që... Jo, Në fund që desin dëtë. Se cili film thash dikush dikujna i më shosh shëplak, po tash nuk e di për cili film është. Shkojmë Blerim me tortën. Tortën e kitë vogël. 15%. Se na ka thonë gjeni ma lirë rrimën, tash i kanë zë. Se merë është një tortë është në baduru. Por e me për qytetarëve. Po mos na kthem mbrap sa se dhuratësh. Po çfarë të e kena vlerë për ju më? Do t'i merri, se të dhuratë për qytetarëve. Merre, për qytetarëve. Se ne kafi për vakë. Shia, që di vranë hoxha, të vestë. E gjunë, asë mos me dëmtu, po veç me
Me mëri efektiv. Po du me të apo një pyetje se nuk e marrë vesh këtë. Po. Kryetara, drejtori Kjo është kryetari i bordit të zërëjes. A post politik? Është emrim qeveritar. Qeveritar. Se më duket të na me bëmi a gjyqë qytetarë të në shkonë në borg. Se di blerima është e vërtet? Ja, kjo është... Me shkelë. Këtë tonin e pas kanë rej shkelë. Nuk e di që është këto dhe nuk do të diskutoj, po me që materialin e kemi të Kosovës, në gjarët e fundit kanë thonë që ZRE-a është duke e analizu për me shtretu ushmimin e rrymës për 15% dhe ka fillu një, si me thonë, një ekspansion i njerëzve, një paknasie madhe, pa dash me lidhë me politikën, sepse shtretimi i rrymës brenda 4 vite është bërë dikon të 100%, edhe po finalizohet... Së dëshës rrymën falë, një rëkin dit edhe ankosh. Jo, unë po vlasë për në Kosovë. Një erë, me të thonë kafja, sa, një erë në dita, 30 erë në mujtë vjen rrima. O, zotëri, unë kem të full për qështën e tortë, se mu asë mbet kërkush, asë vazhdojna se da i kikua. A me dit, një unë më tha që shtu, sa pa t'jeve dhe në rrima, tha 30 erë, tha një erë në dita me një kafe. Me zbaj gara, ajde. Me zbaj gara. Shkojna me sile në shkollë, se so bo blerim, Sa? 31. Jo me blerim, për i me, për bojna part 1, part 2. Hajde, në shkojna. Këto, krejt të situatat dhe krejt, unë e kam thonë në për emisionet dhe dojë përsëris, populli mi dashër, për gjdo sen, në gjdo situatë që gjindesh ti vetë, aty ku e ke ble shpi, nëse ke ble gabim, tokën që e ke ble gabim, ose të kalon baba gabim, nuk banë vendi, nuk bajnë fëqinjet, nuk ka organizim. Dhe më dhënë vendin e punës e ke zjedh vetë, partin politike e ke zjedh vetë, hoxhen ku kemi u shku me u falë, e zjedh vetë, dhe nëse këto i zjedh gabim vetë e ki fajnë, dhe më dhënë vetë, ti vëqë vetë e ki fajnë. Po shkujna me sieljen, jo po aplauz, sieljen se ne shkollën jetën e kemi pas si pjesë të emisionit, dhe më dhënë pjesën e arsimit, ta shojmë një video në Shqipëri, një djallë Gogja i rritun, si silët me mesim dhënësin. Shkojnë a blerim? Mi thonë që këtë djallë i madhë. Me trop. Jo, me ata s'ka po shoh. Jo, kjo është i madhë me trop, po me men. Po që janë problem komtar, a jetën? Në fakt, kjo është këgja shqetësuse, vadit. Këgja shqetësimi i madhë, sepse kemi po dhe ngjarje ditëve të fundit edhe në Kosovë që ka ndodhur. Ka pas vrasje. Vrasje të një 19 vjeçari. Edhe menoj që kjo është e frekshme që apo ndodhë, mënyra qysh janë ka edukohen fëmija dhe mënyra qysh po frymëzohen që i bie, si pas disa informatav të pa konfirmume, në shkollë, në shumë shkolla në Prishtinë, po besoj edhe këto, nuk ka të pak të nxënësjen që janë të parmatosur. Në çfarë do lloj forme të ftafta deri në pistolet, sepse me bleni pistolet u bo trend, u bo... Edhe mi thonë gango. Mi thonë gango, edhe ndodhen qysh ndodhen ngjarjet. Po dhe është shumë ka pas vrasje për një javë ditë. Në vushtrit e Kosovës e vrajti bashkëmoshatarin edhe me besa e kam analizu një video duke fut në gjykat, shkojke me kokë lartë, që me besa që kisha përshtypjen që nuk ishte as pak empati ose ndjesi për ato që ka ndodhur. Po ne, nëse gjyqi ka thënë që është vrasës, ne e dim që vrasësit e kanë
Po në rastin e këtij e ka pranu. E ka pranu, okej. Do më thonë në rastin se të kanë një lloj, si më thonë, një farë lloj krenarie që e mbajnë për veprat që i bëjnë, sepse po mos ishte ashtu edhe të fillojshim gjithë të vrajmë, do ishte masakër. Ne po kthehemi me problemet tona jeton, edhe pse edhe aja problem, edhe shkolla që e pam videon është problem, po këto ditë gjatë Ramazanit Visar Ganiu, kryetari i komunës Çajirit, e që ne kemi shumë problem, besoj që ti edhe ti vetë ke qenë edhe ke pa komuna ma e dendur ndoshta në Evropë, moj me thame me numër të popullsisë në ato metra katror që i ka. Tha që ka rregullu punën e parkingut, po ne ja dham një ide më të mirë. Ne lëshojmë vlerim materialin e jemi ashtu të Edhe me Padilin edhe i nëzorëm disa anomali të shihen në videon që nga ka bërë Padilin. Të dashur qytetarë të Çajirit, dua t'ju informoj se deri më tani kemi krijuar mbi 900 vende të reja parkimin e Çajirit dhe do të vazhdojmë me përkushtim për të zgjeruar më tej hapësirat e parkimit në të gjithë territorin e komunës. Duke qenë një nga komunat me densitet më të lartë të popullsisë, sfida e parkimit mbetet një prioritet kryesor për ne. Për këtë arsye, proponojmë identifikimin dhe shfrytëzimin maksimal të hapësirave të disponueshme për të krijuar zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate për parkimin. Kryetari i komunës Visar Ganiu i kishte bënë video unë i kam thonë që video të leta nuk ose që na jena të bëni video, po na kena një ide shumë të mirë. Publiki jam i dashur se në Çajir tha, e ndëgjut videon tha që ka vend parkime të mjaftueshme, në fakt një 390 ka 400 i ka ribë Visar, kryetar. I ke lëshu do vend parkime në për obor spitalit në të vorin e sallës aty, që këto i ki zgjedhin, do më një hek këto 25-30 parkingje që janë këto privat, e te e din që qytetarët i kanë marrë këto parkingje, do më i kanë marrë falë për shtetit, e qëtu ja fut një 7-8 katë, mullë për pjetë qëtu, e ban një parking sikur në Gjermani edhe nga pejtë pagujna, do më se kjeri sigur një 2 vetë hinë punë, aty që i rrujnë, do kamera sigurike, gjili mu lirisht le makatin e 7 vendin e parkingit, apetit. Kështu që për video nuk të alëshojnë atë dorën, po për punë, kryetar, po të tregoj vendin ku jemi, dhe mënë këtu është edhe një vend tjetër publik, që atje ma larga është i njëjtë hapësirë. Hajde të shojmë që është puna e parkingjeve. Besoj që po e shini, parkingjet që tash është para hektarit, tash edhe pak këtu bëhet, do mos mundesh as me unal. Shifne, që e pat live këtu edhe që shvozitet, do me thonë, është bo një koshe kërkur se respekton një ka orën, është mirë me po edhe që të rrugën qëtu, që atje për të marketit, në anën e djath, është edhe një vend, ku janë një 7 garaja, që mund është edhe atë një vend parking me ba, me heker. Na hiqe lirim, na e thamë në video, nëse ke diqka me shtu, unë e thash, dhe ma dhe që i dhamë si ide që mundet me i ba ato vendet aty, ketu në shkela i me vetur, nështë edhe pse ishte para hektarit, dhe njerëzit pak janë gjatë Ramazanit edhe Për te kësaj pak ma nervoz, po ndoshta e pa që aty s'kishte më hapësirë në të dy anët, as me u parku, edhe normal që kryonin nervozat, edhe unë kur shkoj mu parku së në gjej vend, do më pa marrë parasysh në sa ora shkon së në gjej në vend. Për te kësaj, unë nuk e di, po ju e dini ma mirë edhe arsyen e videos, por që aty në një logjik të thjesht, në qofë se lagja ka nevoj për hapësirë parkingu, të paktën në qofë se s'ki mundësi me i ndërtu parkingjet në formë objekte që ndërtohen në pushtetet zhvillume, të paktën rënoj, rafshoj sepse duke i jekë s'do garaja, unë menoj që... Që në vend që mu parku 10, bëhen 30.
Jo, që aty mundën më bëha edhe 100. Po. Okej, Blerim. Do më dhënë qaja është që... Shkojna, jeton, pe kalojnë një material, sepse kemi marrë, goxha minuta kemi marrë në emision, nuk e di pse po shkon që ka shpejt, ne po tentojna me lëshu shumë materialet të cilat duhet të diskutojmë. Shqipërinë do e hekim, këto dita konë interesant, lajmi që Vladimiri është i Ferizojit, një katunit Vladimir Putini, është i një katunit Ferizojit. Hajde të ngojnë materialin. Jo, bashkë i Ferizojit, po. Po, që i grejë. Ka mbarë sekreta dënën e ti për dekada, por tani mediat gjermane pretendojnë se është zbuluar ADN-ja e shefit të Kremlinit, sepse dikush hakoi kompjuterin e kushurierit të tij të dytë. Tingëllon si një film, por është një realitet, shkruan media gjermane duke shtuar se Vladimir Putin nuk do që askush ta di se çfarë potenciali apo dobësie qëndron në ADN-n e tij. Kjo është arsyeja pse ai është shumë i kujdesshëm dhe në udhëtime. Ai merr me vete gotat që përdor, duke mos lënë asnjë gjurmë që mund ta ekspozojnë ndaj rrezikut që mund të sigurojnë informacione për ADN-n e tij. Por me sa duket të dhënat e reja kanë dalë pasi është hakuar kompjuteri i nipit të Vladimir Putin dhe ai nuk ishte aq i kujdesshëm sa presidenti rus. Sipas informacioneve të Bild, ai vetë kishte bërë një test të ADN-s në dhjetorin e 2022 dhe me sa duket i ruajti rezultatet në kompjuterin e tij duke përdorur një fjalë kalim jo shumë të sigurt. Gjyshërit e Vladimir Putin thuhet se kanë qenë stërgjyshërit e këtij nipi i quajtur Mikhail Putin. Tash, aty po shkruan Kosova. Ju tregoj edhe gazetarja Putini, ka qenë shefi KGB-s dhe i shërbimeve sekrete në kohën e Jelcinit dhe pastaj... Bashkiaki i Moskës. Po, i ka kalu krejt ato, dhe është aq i kujdesshëm që i merr edhe provetat edhe senet për jashqitje edhe qimet, kur ullet në për tavolina, e ka një njeri special që i mbledh që mos mujnë me ba ADN-n. ADN-ja ka rezultu jeton që përputhet me 30% të kosovarëve, është një lloj ADN-s, po kjo veç ka qenë një, si me thonë dhe Bildi, ka ba për me ba pak shikus. Se që a kujtove që për nga del neve i ngotë Bill Clinton-ja? Po jo se... Shka o ma kesh neve nga del nga? Jo me lësh. Ja, këtina po, valla, ka shumë që këtina. Shku në atë kohë, kur ishin me punu atje, një Jakuti, në të venet e ftofta ka Sibiri. Ka shumë, ka shumë s'ne kush ja ka nonën ka kryna i fiskulturë. Ja ka zonë nonën këti Putinit e ka... Po ne ka zonë nonën... Po na nuk kena thonë. Se për rrugë ja ka kalu për rrugë, se ka qita ndej. I ka dimon vijat bardha. Normal, se na jena të kujdesëm. Qka o ma keqë, gjinet për neve, na dull, edhe që dite petëm. Edhe pretëm edhe Jelcini shqiptar. Jelcini, jo, po Putini. Më falë? Se Jelcini u konë tjetëre. Po Jelcini, se Jelcini, Putini, këtë janë... Këtë shqiptari, bile pak me këqyre dhe Hitleri. Bile, adhe mos të bojnë ashtë në modë, që kjo Gorbaçovi thanë, mos është të di ka... Grabovci. Grabovci, po doa? Po, i Komarani, jo Grabovci, se Gorbaçov, adin, ata s'kan mujtë mi thanë pi Grabovcit, vera Arjofram ka thanë emë Grabovci. A di Gorbaçov? Jo, mirë lidhë. E kam lidhë mirë. Po mas e lidha mirë, për lidhëm edhe me marketing kogja mirë, sepse pa sponsoret edhe marketingun, gjdo sen në televizion s'mon me funksionu, kështu që respekt për gjithë ata që janë pjesë e marketingot në televizionin Alsat. Publik i dashur, populli, këtë numrin poshtë që e shihni këtu të shkruar, na dërgoni videomaterialet cilat ju mendoni që ne mund t'i komentojmë dhe të jenë pjesë e emisionit në Breaking News dhe në televizionin Alsat, mos hezitoni sepse ne kemi për detyrë edhe ligjore dhe mundemi që të harrojmë privatësinë e juaj, domethënë nuk kallëzojna kush e ka çuar materialet. Korrupsion, pa rregullsi, aksidente, shpejtësi, tejkalimet vijat bardha, çdo gjë që ne mund të ndihmojmë sadopak që ta drejtojmë këtë popull dhe këtë shtet. Jeton për lajmet? Po, për gjitha lajmet dhe për informatat më të fundit, vetëm fundin të alsat.me dhe të gjeni më të rejat në vend, rajon dhe bot. Kështu që follow faqen e Alsatit, follow o subscribe YouTube-in, Facebook-in dhe gjitha rrjetet sociale na përcjellni
Për ne ishte shumë kënaqësi që të jemi bashkë për to 45 minuta. Shihemi në emisionin tjetër të radhës. Mirupafshim. Misioni 57.